Policia e Tiranës ka finalizuar një operacion të rëndësishëm antidrogë duke zbuluar një magazin në rrugën Myslim Keta, e cila përdorej për fshehjen dhe përgatitjen e lëndëve narkotike, gati për shitje në doza. Gjatë kontrollit, uniformat blu sekuestruan 9 kg kanabis sativa, një sasi kokainë, 2 armë zjarri, 2 armë të ftohta, si dhe 2 automjete, 6 celular dhe sende të tjera të kundërlishme. Në pranga përfunduan shtetasit Gjoi Zina, Redion Kuqi, Erdi Gjiriti, Ardit Shitaku dhe Angelina Koçi, të cilët dyshohen si pjesë e një grupi kriminal. Sipas hetimeve, droga ishte transportuar nga Sukthi drejt Tiranës nga Gjoi Zina dhe Angelina Koçi. Në magazin u kapën Ardit Shitaku dhe Erdi Gjiriti, ndërsa ky i fundit mbante me vete dhe sasi kokaine. Kontrolli ushtri dhe në banesën e Gjoi Zinës, ku policia gjeti një armë pistolet dhe 2 armë të ftohta. Hetimet vazhdojnë për identifikimin e personave të tjerë të përfshirë në këtë aktivitet kriminal, ndërsa materialet janë referuar prokurorisë për veprime të mëtejshme.